Shtoni këtë erëzë në kafën e mëngjesit dhe do befasoheni me atë që i ndodh trupit. Shtoni këtë përbërës në kafe çdo mëngjes dhe do të humbisni kilogramët e tepërt. Kafeja është një aleat i mirë gjithashtu në humbjen e peshës. Ajo përshpejton metabolizmin nëse ushtroheni rregullisht dhe hani si duhet. Do të arrini më shpejt perfeksionin. Nutricionistja Lisa Richards rekomandon kafen e thjeshtë, pa qumësh dhe sheqer të shtuar për të shmangur kaloritë e panevojshme. Ajo këshillon që t'i shtoni pak kanellë kafes një herë në ditë. Nutricionistja përcakton me shembuj personal se sa e fuqishme është kafeja në kombinim me kanellën. Përkatësisht çdo mëngjes ajo i shton pijes së saj të preferuar nga një lugë çaji nga kjo erëz. Brenda një muaji ajo vuri re një ndryshim të rëndësishëm në peshën trupore. Kanella do të stimulojë gjithashtu edhe metabolizmin tuaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshilla